Ministria e Brendshme ka hedhur për konsultim publik një projekt vendim i cili pritet që të sjellë rishikimin e ligjit për të huajt. Ky projekt vendim parashikon shtesa dhe ndryshime të ligjit aktual dhe synon të rregullojë kriteret, procedurat dhe dokumentacionin për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë. Projekt vendimi ka karakter teknik, por me ndikim të drejtë për drejtë praktik, pasi adreson problematikat e hasura gjatë zbatimit të rregullave aktuale, veçanërisht në aplikimet online për vizë, leje qëndrimi dhe leje unike, si dhe në dokumentacionin e kërkuar për kategori të veçanta të huajve. Një nga risit kryesore lidhet me lehtësimin e regjimit të vizave. Projekt vendimi parashikon që shtetasit e vendeve të treta të pajisur me vizë shumë hyrëse ose leje qëndrimi të vlefshme të lëshuar nga një shtet antar e Bashkimit Evropian të përjashtohen nga detyrimi për vizë për hyrje dhe qëndrim në Shqipëri deri në 90 ditë, brenda 180 ditëve për qëllime të barazëvlefshme me vizën e tipit C. Projekti rishikon dhe saktëson dokumentacionin bazë dhe pajisjen me vizë, duke kërkuar që aplikuesit të paraqesin leje qëndrimi mbi 12 muaj në vendin ku kanë rezidencë të lishme ose alternativisht vizat të mëparshme apo aktuale Schengen, amerikane, britanike apo shqiptare. Ndryshime të rëndësishme prekin edhe vizat e tipit D dhe lejen unike, ku përmirësohet dhe standardizohet dokumentacioni për kategori si bashkimi familjar, studimi, sportistët dhe punësimi sezonal. Një element i ri është formalizimi i kategorisë punëtor shtëpie, të cilët duhet të kenë vizë të tipit D, ashtu edhe për lejen unike. Risi tjetër është detyrimi për paraqitjen e certifikatës së gjendjes gjyqësore të lëshuar jo më herët se 6 muaj nga data e aplikimit për të gjitha kategoritë e lejeve, me përjashtim të miturve dhe personave mbi 75 vjeç. Projekt ligji parashikon përmirësime në formularët elektronik të e-Albania me synim shmangjen e duplikimeve dhe rritjen e funksionalitetit të aplikimeve online.